Partia Socialiste miratoi vetë me rendjen e ditës në seancën plenare të Kuvendit, pasi opozita dhe Partia e Lirisë bojkotuan punimet. Në mesin e nismave të miratuara ishin ndryshimet në sektorin e bujqësisë, përfshirë projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore, si dhe aktet që lidhen me zhvillimin e censit për vetë procesi i cili pritet të nismë në muajin tetor. Por pavarësisht votimit nga shumica, projekt ligji për tokën bujqësore solli debate dhe brenda radhëve të mazhorancës. Deputeti socialist Erion Braçe votoi kundër kësaj nisme, duke argumentuar se ajo duhet të kishte një fokus më të qartë në mbrojtjen e fermerëve, rregullimin e trekut dhe sistemin fiskal. Duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore nga grumbulluesi, nga eksportuesi dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur zotruesi i inputeve bujqësore apo grumbulluesi apo eksportuesi janë të tre bashkë, shpreha që përdoret sot nga këta, nga ky grup i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek, apo jo? Jo, po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Braçe kundërshtoi gjithashtu mundësinë e përdorimit të tokave bujqësore për ndërtimin e fermave të erës dhe projekteve agrofotovoltaike, duke kërkuar që tokat me potencial bujqësor të ruhen për prodhimin vendas. Që toka duhet për bujqësi, nuk duhet për aktivitete industriale, siç është edhe prodhimi i energjisë elektrike. Duhet për bujqësi. Ne nuk jemi një vend që kemi hapësira pafund për të zhvilluar aktivitet bujqësor, qoftë në perimeri, qoftë në drithra, qoftë edhe në frutikulturë. Nuk kemi pafund tokë bujqësore. Thëm këtë, unë nuk e mbështes dot projekt ligjin në këtë aspekt. Fare, zero. Nuk e mbështes dot. Kundër projekt ligjit votoi edhe deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, i cili akuzoi qeverinë se ndryshimet ligjore i hapin në rrugën tjetërsimit të tokave bujqësore. Ka rreth 120.000 hektar tokë bujqësore në pronësi të shtetit dhe në vend që qeveria të mendonte seriozisht që këto toka të përdoreshin për kompensimin e pronarëve shqiptar, të cilët ende presin një përgjigje nga qeveria ka plane të tjera dhe ka nisur zbatimin për miratimin e këtij projektligji me porosi në Parlamentin shqiptar. Shiheni këtë foto. Ndoshta këtu në sallë nuk e njohin shumica, por shqiptarët e njohin shumë mirë. Ky është Osmani, aktori turk, që erdhi vjet në Vlorë, bëri një 2 ditë pushime, takoi kryetarin e bashkisë dhe na ushqit sikur erdhi të promovojë turizmin shqiptar. Dhe qeveria shqiptare përmes një vendimi të posaçëm i dha Osmanit rreth 1 milion metër katror tokë, një nga zonat më të lakmuara të Vlorës. Ndërkohë, mazhoranca mbrojti nismat e saj duke cilësuar si pjesë të reformave për zhvillimin ekonomik edhe për afrimin e legjislacionit me standardet europiane.